Një prej sprovat mëdha është me vdek njeriu që i ka bë dikujt pa drejtësi, ka bë zullum, ai s'ja ka bë halal. Kjo është sprova e madhe. Me një fjalë është fatkeqësi e madhe. E nëse sa ka qenë gjallë nuk ja ka bë, mirë është që familjarët në mënyrë do me thonë njerëzore, në mënyrë të kulturume, me kërku prej tij me thonë bënja halal vllaut ton, ose motrës ton, ose babës ton, ose nanës ton, nëse këta e din që ky i vdekur i tyne i ka bë pa drejtësi, ka bë zullum. Nëse është borxh, familjarët e kthejnë borxhin, me një herë, pa e varros babën edhe nanën. Po nëse nuk është borxh, por është diçka tjetër, atëherë i thojnë atij personit për hatër të Zotit, fale, bënja halal që me ta fal Zotit ty në i gabim më të madh në ditën e gjykimit. E paramendo tash Zoti kur fali, ajo falja është diçka e pa imagjinueshme. Le që të fal, po pastaj Zoti edhe gjënohat i shëndron sevape kur ti e ke fal dikën për hatër të Zotit. A lejohet pra familjarët me kërkue prej atij personit që është bë pa drejtësi prej familjarët e tyre, që t'ja bën halal? Po lejohet. E preferume, po. Me i thonë, bënja halal babës tonë, ka bo zullum, atë ka reja, këtë ju në që ka i ka bo tash. Në mënyrë insistim. Po, jo insistim kështu, do me thonë imponus, po një farforme lutje është kjo. Mënyrë, do me thonë, kulturume, mënyrë qytetrume, mënyrë njerëzore, me kërkue, nëse dim na, sigur që i ka bo dikujt baba, ose nona pa drejtësi ka bo zullum, po lejohet, ose vllau, ose motra, apo dikush prej antarëve të familjes. Po nëse ata nuk pranojnë, atë nuk lejohet të mi bo presion psiqik apo presion fizik, falja, s'po mja fal, e lën ditën e gjykimit është një moment, kur secili e merr ato që e meriton.